Përshëndetje Julian, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Mirë se u gjeta i dashur Artur. Ka qenë një ftesë e hershme juaja që shkure nisët përpara një viti. Dhe unë kam qenë të jemi ndershëm edhe me publikun, kam qenë pak paragjykues. Mendova se ky cikël emisionesh që ju nisët nuk do të kishte suksesin dhe autoritetin që ka fituar sot si emision, ku kam ndjekur, kam parë, kam dëgjuar personalitete nga të gjitha fushat e jetës në Shqipëri. Dhe me këto ritme që ju e zhvilloni, duke përdorur edhe një batut në marrëdhëniet tona që juve si Artur jeni gjithmonë në thonjca në luftë me vetveten, pra kërkoni sfida të reja, mendoj se do ta këtë emision nga përfaqësimi me përmasa kombëtare do ta ktheni, do ta shndroni nesër në një emision me përmasa ndërkombëtare. Është një sfidë juaja dhe një emision që po fiton autoritet dhe që ndiqet duke patur një specifik, sepse ju e shfaqni në kanalin tuaj pa pasur sponsor, pa pasur logon e një institucioni apo media të nuk po përdor epitetin fuqishme apo por një media autoritare, po them. Dhe keni një sfidë më vete. Domethënë jeni kthyer në një emision dhe në një institucion. Jemi pikërisht te pavioni para viteve 90 po e quajmë, okay? Ndodhemi në katin e dytë të muzeut historik Fier. Ndodhemi në një kthyer në kohë. Tek dhoma maket e periudhës së komunizmit. Është një nga këto bufet që vendoseshin dikur në sot ne quajmë sallone, po në kuzhinat tona, se kështu ishte sistemi. Sa kushton? 2 dhoma një kuzhinë apo një dhomë një kuzhinë e apartamenteve. Kjo është duhet të bërë me porosi, por kanë qenë në mos gaboj kanë pasur 2 çmime dhe quheshin bufet 12.000 lekëshe apo 15.000 lekëshe. Nisën diku të prodhoheshin në gjysmën e dytë të viteve 80. Diku nga vitet 86, 87, punoheshin dhe në mënyrë artizanale, fshehur azi nga mjeshtrit Marangoza apo